Territori shqiptar për datën 22 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve, rritjen e ditëve vranësira dhe kthjellime. Temperatura minimale parashikohet të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era pritet të frymë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond. Çka do të bëjë? Do krijohen dallgëzime 1 deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 7 deri në 18 gradë, Peshkopi 5 deri në 15 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 17 gradë, Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 16 gradë, Elbasan 7 deri në 18 gradë Celsius, Berat 9 deri në 18 gradë, Korç 2 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 6 deri në 17 gradë, Gjirokastër 3 deri në 11 gradë, Sarandë 7 deri në 14 gradë Celsius,